Sot do të flasim për një mënyrë të re se si po funksionojnë kompanitë në një botë ku çdo vendim për punonjësit nuk merret më me hamendje, por me të dhëna, me strukturë dhe me një inteligjencë. HR nuk është vetëm një departament, është zemra e çdo organizate realisht dhe kur kjo funksionon si duhet, gjithë kompania ecën përpara. E sot në studio kemi një platformë që synon pikërisht këtë, të thjeshtësoj, të organizoj dhe të fuqizoj çdo hap të jetës së punonjësit, nga momenti i aplikimit e deri te zhvillimi i brenda kompanisë. Një zgjidhje shumë moderne, inteligjente dhe shumë e nevojshme për kohën që po jetojmë. Nga Kosova ka ardhur pikërisht na tregon për këtë platformë dhe këtë opcion kaq të mirë, kaq të lehtë të funksionimit, të zhvillimit të një organizate, është këtu Ermal Beqiri. Me ne Ermal, mirë se erdhe dhe faleminderit që nuk hezitove të vish nga Kosova. Faleminderit, përshëndetje Xhanan, faleminderit për ftesën, jam i lumtur të jem këtu me juve. Faleminderit. Më thuaj, si lindi ideja për një platformë të tillë dhe çfarë bëshllëku pat në treg që ju e ndjet nevojën ta krijoni këtë platformë? Po, Xhanan, ideja ka lind duke po se bizneset në rajon që operojnë ende me metodat e vjetra dhe i kanë dokumentat në arkiva, i kanë proceset e ndërlikume dhe kena pasit të arsyeshme për me zhvillu diçka që i ka gjitha proceset e centralizume me në vend. Edhe lehtëson sa më shumë normalisht punën. Më thuaj, çfarë probleme konkrete HRB, në fakt, ashtu edhe quhet kompania, zgjidh apo ka takon problemet zakonshme. Cilat janë problemet më të zakonshme që i has HRB-a? Problemet zakonshme na gjithë dina që si kompanitë ende operojnë me metodat të vjetra, si thash edhe më parë kanë metoda të vjetra, kanë ende arkiva, sisteme me letra fizike, gjithë çka këto tjera. Kërkesat për shembull shkojnë në Viber, në WhatsApp dhe A duhet pa tjetër të jetë digitalizuar? Po pa tjetër që po Xhanan, sepse i përshpejton proceset dhe... Në një botë tani ku gjithçka me një telefonat e kryejmë. Më thuaj se sa është e vështirë që një kompani, jemi duke potencuar vetë nga jo tradicionale, të kalon tani në këtë moderne, sa është e vështirë që një kompani të kalon nga një sistem tradicional në digital? Në sistem digital, është shumë e lehtë, sepse ekipa jonë e bën të lehtë dhe kalimi nga mënyra se si operon një kompani në digitalizimin me HR-in është fare e thjeshtë dhe ekipa gjithmonë ndihmon në çështje një ditë ose 2 ditë për bartin e dokumentacionit dhe dokumentacion të dhënave. Kur është momenti kur një biznes e kupton që ka nevojë për një zgjidhje si HRB që është në këtë situatë? Është çështë e kuë, kur e kupton Xhanan, sepse na nëse si aplikacion kemi kompani nga 1000 punëtor deri në 10 punëtor. Domethënë ka kompani që vendon me 10 punëtor, ka kompani që vendon edhe me 5 punëtor. Domethënë është vetë çështë e kuë për me digitalizu këto procese, se kurse dikon 35-50% e kuës të një HR të se punët administrative i redukton në masat të mëdhaja. Ja leson edhe ati punën dhe ka kohë pak më të lirë dhe energji pozitive për ta kalu ditën pse jo. Edhe më mirë, ju keni shumë module. Cili është ai modul që kompanitë e përdorin më së shumti? Disa i përdorin të gjitha, kështu Xhanan. Disa tyre është njëra për tyre është sistemi check-in check-out, sistemi pushimeve. Dhe më thonë, largohet ajo mënyra e vjetër, dërgojmë letër për kërku, letra fizike, e-maila, e gjitha këto, është gjithçka dhe më thonë automatizume vetëm në një klik, është automatizume, kurse moduli më i përdorur, është moduli all employees i punëtorëve, ku janë dokumentat për punëtor, janë pushimet, janë hyrje, daljet, raportet mbi punëtorit, e gjitha këto. Dhe nuk mundet më të gënjet asgjë, gjithçka e ki... Për atë arsye është zhvillu Xhanan në aplikacioni, mi largu këto probleme, mi largu
qërthojnë në Kosovë më thetë tash, me largu të më thonë gjithçka është strukturume dhe gjithçka është dokumentume. A ndikon kjo platformë në funksionimin apo në performancën reale të punonjësit? Sepse duhet ta merr pak më seriozisht pastaj punën, nuk kemi më ikje nga përgjegjësia, po. Po, patjetër, Xhanan, kjo ndikon në psikologjinë e punëtorit. Po. Për arsye pse punëtori kur të shën një kompani që ka sistem, ka e curi, për shembull si me i gjarbin ka sistem edhe gjithçka shkon smoothly, në rregull, punëtori ka kohë për më marrë me gjëra që kanë me rëndësi për kompani, punën që e bën ose në këtë rast administrata, në vend që me upko me dokumenta, me procese që i lecën e i gjarbja e automatizën, mirët me punë pak më të mëdhaja. Pak më të mëdhaja, po kupton. Kur jemi te punëtorët, tani ta flasim për punonjësit, sa e kanë tani më të lehtë me këtë aplikacion apo me këtë platformë edhe ti vlerësojnë më mirë punëtorët, sepse neve kemi gjithmonë punëtorët janë në ankesa se unë punoj shumë, po nuk jam më shumë i vlerësuar, ai krahasimi ekziston gjithmonë. Edhe unë punoj si ti, po ti je pak më shumë, ti je më favorit, apo a mund të ketë dallime më veç se kur ka kështu platforma dhe gjithçka është në shesh dhe gjithçka është blanko, ja, bardhëzi. Po, po Xhanon, po them për këta u ndërtu aplikacione edhe për këta u zhvillu aplikacione, domethënë, sepse aplikacioni nuk lën hapësirë për gabime njerëzore. Nuk lën hapësirë që thash dhe merret për më thetë tash për gabime njerëzore dhe aplikacioni gjithçka ka dokumentuar edhe gjithçka me raporte në kohë reale me dhëna shumë të sakta. Gjithashtu edhe përmend performancën. Performanca është njëre për moduleve, për shumë moduleve që kena në aplikacion, ku bëhet gjerimi, evaluimi performancës për 6 muaj se sa dënë e i gjare. Për sa e kam caktu, pa? Pa tjetër, gjithçka dhe më thonë është dokumentume edhe është me një vend. është sas platformë, i ka gjitha modulet edhe gjitha funksionalitetet në një vend. Pa pas nevoj me pas që është dhe marrë dokumentat e shkapta. Me një fjalë na krijon një dosje e cila nuk fshuhet dhe nuk mund asgjë të fshihet dhe të largohet apo ndonjë dokument të mungojë nga ajo. Gjithçka kemi. Po, më fal Xhanon. Jo, gjithçka kemi aty apo? Po gjithçka, në tërësi janë 320 plus procese administrative që mund më kry përmes aplikacionit. Aplikacioni është web application, aplikacion desktop application në laptop, ku përdor nga i gjarë, edhe është mobile application. Mobile application e kemi më të lehtë. Po, për anën e punëtorit, që me konë më i lehtë, me bo kërkesa të përpushim nga pajisja mobile, me bo check-in nga pajisja mobile, me shqyqu kër ju ka gjeneru paga, si ju ka gjeneru dhe me thonë me kontribute me kësi gjana, po gjithashtu është edhe komunikimi i brendshëm me i kompanisë. Me stafin, pa. Me stafin. Me bo një shambull si ku bëhet komunikime në WhatsApp ose në Viber, e njëjta është dhe më thonë me i gjarbin ku e bëhet një komunikimin nesër kemi mbledhe ose diçka tillë, ose njoftime për pushime për... Pse jo, gjithë në një vend dhe pasaj nuk mund të thotë mu më iku, apo jo nuk mund të kemi ashtu. A mund të ketë tani, si bëhet dallimi në rekrutimin e punonjësve tani? Po, rekrutimi është njëre për moduleve, harrua me cekë është njëre për moduleve më të përdorura të i gjarbis, përdorur nga shumë kompani në Kosovë, Shqipëri dhe në Macedoni. Rekrutimi e bën shumë të lehtë për e i gjarë me kip trek ashtu procesin nga shpallja punës, ku bëhet shpallja punës, deri tek onboarding. I gjithë komunikimi, i gjithë ky proces bëhet në komunikim me email, komunikim zyrtar, komunikim me email, komunikim përmes telefonit, gjithçka shkon smooth. Edhe nuk, që thash edhe më herë, nuk lën hapësirë për asnjëherë për gabime, është shumë i saktë dhe shumë korrekt. A ndihmon tani me këtë që e dëgjoj që të përzgjedhen edhe kandidatët më të kualifikuar dhe më të cilësuar?
Po. Pasi që gjithçka është, nuk mund të mbyllim një rëndësi. Gjithmonë i kemi të dhënat normalisht dhe performancat e të tjerëve aty dhe nuk mund të gënjejmë as veten as askënd nëse ka dikush performanca më të mira dhe mos vlerësohet. Domethënë kjo e jep edhe mundësinë që të dy palët të dalin të kënaqura. Po, patjetër, sa i përket kësaj e gjarë ose administratori i gjarbis është në kip trek të se cilit aplikim. Shumë shpejt në të ardhmen, besoj që kena me integru edhe AI. AI ka me bu diferencën mes aplikimeve edhe ka me bu një përgjigje më të lehtë që automatikisht me ja letu i gjarit për në pas idenë se kush është më i kualifikun për atë pozitë pune edhe kjo besoj. Por tani është momentalisht përgjigja bëhet nga i gjarë. I gjarë dhe më thonë ka shumë të hapën as i vijat, i ka shumë proces smoothly që shkon edhe bën përgjigjen e vetë për kush mendon se është më i kualifikuar për atë pozitë. Nga bashkëpunimet e juaja sigurisht merrni edhe feedback nga kompanitë me të cilat bashkëpunoni. Si mendoni ju, a e kanë më të lehtë dhe a ndihen punonjësit më të vlerësuar me këtë platformë ku tani gjithçka është aty ku shihet? Po. Patjetër që njihen më të vlerësuar edhe ç'u thash edhe më herët, punëtori automatikisht kur e shet që është të punu me një sistem, është të punu me një sistem digitalizuar që është e gjarbia, me proceset sakta, automatikisht punojnë se ndihet mirë, ndihet e sigurt edhe është më nuk disti të dhamë. Nuk e mana atë brengën se në funda do jemi vlerësuar ashtë sa jam duke punuar, po thjesht e din se gjithçka do jetë në rregull në fund të ditës. A ka ndonjëherë paralajmërime negative? Po. E gjarbi po mendon paralajmërim nga ana e punonjësve dhe nga ana e punëdhënësve. Okej, domethënë sa i përket aplikacionit. Jo, nuk ka. Domethënë nuk ka diçka për shembull që ka probleme. Pakënaqësi për punëtorëve, pakënaqësi për menaxhmentit. Gjithçka shkon smooth dhe është komunikim me emaila, komunikim përmes telefonit, komunikim përmes aplikacionit, nuk ka komunikim fizik. Edhe gjithçka shkon. Është në perfeksionizëm. Sa është e rëndësishme pjesa e trajnimeve dhe zhvillimit në këtë platformë? Padyshim me kompani që bashkëpunoni duhet njëherë edhe ta mbani një trajnim për t'ua treguar dhe lehtësuar sa më lehtë pastaj punën edhe atyre, po edhe juve. Sa është e rëndësishme kjo pjesë? Është shumë e rëndësishme, por mjafton 15-20 minuta që... A që letë? Po, a që letë. Me po aplikacion edhe me po module se se bujnë ndërlidhjen në mes vete, modulet njëra me tjetërn, edhe ne kemi zhvillu platformën me një ekip shumë të profesional, edhe e kemi ndërtu për gjitha grupë moshat, edhe për gjithë personat me background qëftë edhe që kam background teknik ose jo. Është shumë e thjeshtë më përdor, është shumë user-friendly, user interface, edhe është shumë e lehtë e bën, nuk ka nevojë shumë me shkruar një shpjegim. Për shembull, unë kur shkoj në takime me kompani dhe ja prezantoj platformën, e kam shumë të lehtë m'ja prezantu platformën, sepse gjithçka merr kuptim të e shpjegu ashtë gjanë. Është gjithçka shkon shumë smoothly. Përmende pare se këtë platforme përdorin kompani që kanë 10 punëtor, po edhe 1000 punëtor. A ndihmon kjo platformë që kompania me shumë punëtor mos ta hub kontrollin mbi stafin? Se e thatë edhe në fillim ca kompani ende punojnë me atë tradicionale dhe normalisht kur ke 1000 punëtor është ma e vështirë ti kontrollosh 1000 punëtor se sa 10. Dhe kjo a e ndihmon që sa më të lehtë ta ketë edhe kontrollin mbi gjithë stafin e tij? Po, patjetër. Që thash dhe më herët, gjithë komunikimi është digital, nuk lejon hapësirë për gabime njerëzore, edhe ke largën atë kaosin. Aplikacioni i gjabi e largën atë kaosin e punës, atë kaosin në zonë e dërgimit kërkesa me shkresa, dokumenta,
kontrata, kësi gjona, e largën atë kaosin edhe besoj që është, Edhe ma e lej. Jo besoj, po e letësën punën në njërë drastike ashtë për kompaninë. Kontakti më direkt për të dërguar dokumentacione nuk do jetë. A mendon se tani jo kjo platformë, po inteligjenca dhe teknologjia do t'aftohë marrëdhënie njerëzore pak a shumë? Jo, Gjana, nuk mendoj ashtë. Unë mendoj që teknologjia dhe inteligenca artificiale vetëm i lehtësojnë punë, t'japin ty hapësirë për mu marrë ti me punë që ka nevojë. Ma të rëndësishme. Ma të rëndësishme, po. Për shambull, nuk ki nevoj ti me aplikacione e gjarvi, nuk ki nevoj me humbë ko gjysore ose diçka për me gjeneru një kontratë. Në aplikacionin e gjarvi insertohet... I keni të gatshme? Po, insertohet një shablon, e kena zhvillu me anë të programimet, i kena vendos disa placeholdera, që mënyrë i marrën donat në mënyrë automatike. Shambull, ta është ta tërkej kështë praktikisht, shkën të një punëjnës, nuk i nevoj me ashtu Ermal Beqiri, datën e lindjes, pozicionin, adresën, nuk i nevoj dhe më thonë me shku... Dhana? Asë një dhanë, po. Veç e klikën Ermal Beqiri, generate contract, dhe generate pa tjetër, po. Dhe më thonë është gjithë shka automatizumë, është proces që bëhet veç një herë, insertohet një kontrakt veç një herë, insertohet gjithashtu vendimet, përpushime dhe vrejtjet, e kanë idenë e njëtë, kështë gjenerohen dhe më thonë njërë dinamike, veç që insertohen dhonat njerë në platformë, dhe gjithë shka shkën smoothle, gjithë shka shkën njërë dinamike, edhe nuk ka nevoj për efort që shbohet ashtë me shkresa. Me shkresa, po. Jo, ka ngjyri ose ka ngjyri. Në cilat industri kam pasur më së shumë të interes deri më tani? Që shtash dhe më erët, ne kemi bashkëpunim me biznese në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni. Më së shumë të interes në kompanit IT, e se e kuptoj vlerën ata të gjdo sekundit. Në kompanit IT, në kompanit të marketingut, nuk po më bjen mend, i kam këto, dhe më thonë, kompanit që të kemë bashkëpunim, distributorët ndryshëm, do me thanë nga sferat e ndryshme, nuk është që vetëm pa. Unë të rëgova më herët të ngre një paralel ashtë se qëfar kompanije përdorin aplikacionit të ka kompani me 1.000 dhe ka me 5, plus punëtorë dhe ka kompani me 5, kina qerë dhe për shambull. Pa, sa bukur. Me 7 punëtorë, po e përdorë edhe ndonjëherë ku shkoj me mbajt takim me ta për çështjet e teknike ose diçka, është shumë e bukur se që e përdorin. Ta marrë mani aty thuj, jo se këta e veç pak profesionist, po. Nuk e përdorin, po shumë bukur që e përdorin dhe shkëm procesi gjithashtu, përveç kësaj është interesant që e përdorin kompanit me numër të mëdhaj punëtorëve. I kanë donat shumë të mëdhaja, dhe më thonë edhe gjithçka shkon smooth, nuk është stresuese, është aplikacioni kërë të shë për herë të parë atë user interface, të e pa ndjenën që e ki gjithë shka në kontrol, nuk mundet me të ikë diqka. Nuk janë të tikë proceset nga dorë. Ermal, pak para se të fillon emisioni, më thesë se aplikacionin e keni edhe në gjuhë maqedone. Po. Që është e mirë për tregun këtu tek ne në Maqedoninë e Veriut, planifikoni sigurisht që në 5 vitet ardhshme të depërtoni dhe të krijoni një rrjet marimangash në tre shtetet tona, apo? Po, patjetër. Unë tregova më herët kena biznese që bashkëpunojna në Shqipëri, në Kosovë edhe në Maqedoni, gjithashtu edhe në Evropë kena. E kena përpas gjuhës maqedone, kena anglisht, shqip edhe gjermanisht e kemi. Kemi biznes, dhe më dhëmë bizneset që përojnë në Gjermani. Edhe po besoj, po Gjerman, besoj, them ashtu është e përshtatshme për se cilën po mendoj se cilën punë dhënës, po, pse jo? Sferët biznesit, po. Dua për në fund nëse një biznes heziton ende, çfarë do t'i thoni që ta bindni? Çfarë do t'i thoni që ta bindni?
besoj që mjaftueshëm ishte kjo çka thash deri tani. Besoj që nuk është diçka shumë them ashtu rocket science për me thonë. Nuk po shpikim ujin e ngrohtë, themi me një fjalë. Po, ashtu xhanan. Po çka i kisha thonë që mos omni kohë këtë me procese të vjetra, me procese, me dokumenta, me arkiva, po merreni sistem që është e gjarbia, për m'ja lecu punën, m'ja kërsy kohë, m'ja kërsy para, edhe besoj që keni mundosh shumë të kënaqen. Kështu të them. Publikisht e themi kështu. Ermal, faleminderit shumë, ishte kënaqësi të kemi në studio. Unë besoj se në një të ardhme shumë të shkurt, kur do takohemi përsëri, më veç se rjeti do jetë jashtëzakonisht shumë i zgjeruar dhe të gjithë më do e dinë se çfarë është HRB dhe një platformë e tillë dhe sa shumë e lehtëson funksionimin e një organizate, një institucioni apo një kompanie e cila normalisht dëshiron të funksionon në kohën e digitalizuar dhe kohën e teknologjisë moderne, duke pasa më të lehtë funksionimin dhe mos marrë kohë as nga punëtorët, po edhe punëdhënësit ta ketë më të lehtë dhe më të pastërt raportin me të gjithë ata të cilët punon. Faleminderit Xhanan. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi të jem këtu. Kalova shumë bukur. Shpresoj që do të takohemi edhe tjetër. Patjetër. Faleminderit.